Pranë Bankës së Gjakut në Korçë, prej fillimit të këtij viti është vënë re një rritje e ndjeshme e numrit të dhuruesve vullnetar. Infermieri Roenski ta thekson se megjithse aktualisht nuk ka mungesa të menjëhershme, nevojitet një angazhim më i madh i qytetarëve për të garantuar rezerva të qëndrueshme gjaku për pacientët në nevojë. Në lidhje me vitin e kaluar, dhurimet vullnetare kemi një rritje të dhuruesve, kemi një sensibilizim të popullatës, ndërgjegjësim. Për momentin nuk kemi mungesa, por na duhen akoma sa më shumë dhurues vullnetar për njerëzit në nevojë. Ka shumë persona që kanë nevojë për hemotransfuzion, të cilin e kanë jetik dhe duhet të bëhemi të gjithë bashkë për të ndihmuar. Një aspekt i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me institucione, biznese dhe universitetin, të cilët kanë kontribuar në organizimin e fushatave të rregullta për dhurimin e gjakut. Ne kemi një bashkëpunim me institucionet në qarkun e Korçës, gjithashtu edhe me universiteta apo edhe me bizneset private. Duhet më shumë edhe në rinja qytet 20 deri 40 vjeç afërsisht, është më mirë që të dhurojnë edhe ata. Edhe vetë të dhuruesve ju bën mirë durimi i gjakut, nuk shfaq ndonjë problem. Sot në ditën botërore të hemofilisë, Kita ka një apel për secilin qytetar që t'jap ndihmën e tij përmes këtij akti të thjeshtë por jetik. I ftoj të gjithë të bashkëpunojmë për një dhurim gjaku që sot do të shpëtoj jetën e dikujt tjetër. 17 prilli shënon ditën botërore të hemofilisë, e cila shërben si një thirrje për ndërgjegjësim, mbështetje dhe solidaritet me të gjithë ata që jetojnë me këtë sëmundje të rrallë.